Një tjetër goditje ndaj trafikut të lëndëve narkotike u shënuan nga forcat e rendit në kryeqytet pas finalizimit me sukses të operacionit policor të koduar transportuesi. Gjatë këtij aksioni, i cili u zhvillua nga specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë nr. 3, u bë mundur arrestimi një 56 vjeçari që transportonte një sasi të madhe kanabisi me qëllim shitje. Pas një pune hetimore me bazë në të dhënat të siguruara përmes inteligjencës informative, shërbimet e policisë arritën të lokalizojnë dhe të ndjekin një automjet të dyshuar. Në momentin e duhur, ata ndërhynë dhe ndaluan automjetin tip Audi A3, i cili drejtohej nga shtetasi Taulant Qyqo, 56 vjeç, banues në Tiranë. Gjatë kontrollit të mjetit në zonën e Laprakës, brenda bagazhit u gjetën të fshehura 8 kg e 45 gram lëndë narkotike e dyshuar kanabis. Lënda narkotike u sekuestrua me njëherë në cilësinë e provës materiale së bashku me automjetin që shërbente për transportin e saj. Pas ndalimit të dyshuarit, policia kreu një kontroll dhe në banesën e tij. U zbulua dhe u sekuestrua një armë gjahu e mbajtur pa leje. Ky fakt ka ngritur dyshime se 56 vjeçari mund të ishte i përfshirë në aktivitetet e tjera të paligjshme. Ndaj hetimet do të vijojnë për të zbuluar nëse ai ka pasur bashkëpunëtor apo lidhje me grupet e tjera kriminale. Ndaj të arrestuarit rëndojnë akuzat për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike, si dhe mbajtje pa leje të armëve. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Tiranës për veprimet e mëtejshme ligjore, ndërsa policia vijon punën për të goditur rastet e tjera të trafikimit të lëndëve narkotike në kryeqytet.